apo ata vetë që quajnë ashtu quajtur as-salaf janë domethënë nën emrin e wahabijëve që mes të njoh se e kanë besimin e gabuar. Allahu subhanahu wa taala ka ekzistuar pa vend, edhe ekziston pa vend. Ai që cakton Allahit vend, po dosh jashtë Islam. Vesh një argument po du me tregue ku Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an. Allahu nuk është i ngjajshëm me asnjë send. Atëre mendo pak me logjik për kanë është fjala asnjë send. Për krijesa që ka kriju, për atë nuk do të thot për diçka tjetër. Po me asnjë send e ka kuptimin që atë ka kriju. E Allah është i vetmi krijues i gjithësisë, që ka kriju çdo send, i vetmi krijues. Do të thot edhe vendin e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Ali radiallahu anhu, sikur që e dim, ka qenë djali i Haxhit pejgamberit alayhis salam. Ishte me dijenit të nalë, sa i përket, kishte një rit madhe në Islam. Ai tregonte në një thënie, komentim, që Allahu ekzistonte i përhershëm pa vend, edhe e ka kriju vendin edhe ekziston prapë si ka qenë, se Allahu nuk ndryshon. Do thotë që Allahu e ka kriju vendin edhe ekziston pa vend. Sa i përket kësaj teme që Allah ekziston pa vend, kemi shumë argumente vëllezër ku Allah subhanahu wa taala thotë ne kemi krijuar qiellet, ne kemi krijuar tokat, ne kemi krijuar natën, ditën, ëzit, e kemi krijuar do të thotë që s'ka qenë me një kohë. E kemi krijuar do të thotë se s'ka qenë me një kohë, edhe ka fillimin. Do të thotë edhe nata s'ka qenë me një kohë, po Allah e ka kriju subhanahu wa taala. Edhe dita s'ka qenë me një kohë, Allah e ka kriju subhanahu wa taala. Çdo send. Ama kush është ai i cili s'ka fillim? Është Allahu subhanahu wa taala. I cili nuk ka fillim edhe nuk ka barim. Është i përhershëm i cili nuk vdes kurrë. Do të thotë që ai në këtë argument që domethënë çdo send që ka fillimin, do të thotë që është i krijuar nga Allahu, po me një ajet tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala që çdo send që ka krijuar përmbahet nga masa, nga trupi. Do të thotë çdo send që ka krijuar është nga trupi. Kurse me ajetin që e përmendëm më herët të surat al-Shura, ajetin 11 që Allahu nuk i ka ngjashmëri me asnjë send, do të thotë që Allahu nuk ka trup dhe nuk i përgjan askujt. Ose kemi surat al-Ikhlas ku thot Allahu subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Që Allahu nuk është i ngjashëm me asnjë kënd ose dikush që i përgjan Allahut, hasha lillah. Tu për ai që ka logjik të shëndosh, mendje të shëndosh, mjafton këto argumente. Këto argumente na kuptojnë të bindje, se çdo ajet është bindje. E ai që i kundërshton këto, ta dihet që është dalë nga feja islame, i thirr të gjithë muslimanët që të ruhen nga këta grupacionet, kofshin këtu në diasporë, apo në Gjermani, apo në aty në trojet tona për faktin keq që është më të madhe, edhe që të kthejnë islam edhe të largohen nga ata, që me s'kem beseda me këte grupacionet të ndryshme. Ne jemi ata që ne do të vazhdojmë matotje me dhon vrejtje, dhe këtje pia fokët që e quajnë vetin, jo që është dikushi, se me këtë një duke e thirë në debatim, ka marë në atë kuptim e qunë sikur i shmuar, hasha lillah. Ai nuk është i shmuar, ne kemi dosh vetëm ta tërgojnë të vërtetën. Shto që, po ishte fjala, po në fund, unë e japi vëllohët fjallën, e cili do të folë edhe në gjuhën turqe, edhe për ka do të përfëndoj, inshallah ta'ala do të vazhdojnë me disa sene tjera mandej që janë domethënë sene gabime që i bojnë ata. Allah është për blet për ndëgjim për momentin.